Klubi i futbollit Vllaznia ka reaguar zyrtarisht pas aludimeve të përhapura ditët e fundit në mediat sociale që lidhen me integritetin e ndeshjes në këtë fazë të kampionatit. Përmes presidentit Alban Gjaferi, klubi shkodran ka hedhur poshtë çdo dyshim, duke theksuar se nuk ka qenë dhe nuk do të jetë pjesë e asnjë marrëveshje që cënon ndershmërinë e garës. Drejtuesit e Vllaznisë nënvizojnë se klubi përfaqëson një qytet me histori dhe traditë, ndërsa çdo arritje është dhe do të jetë rezultati punës dhe meritës në fushën e lojës. Gjatë ditëve të fundit janë përhapur në disa media dhe rrjete sociale aludime dhe komente lidhur me integritetin e ndeshjeve në këtë fazë të kampionatit. Klubi i futbollit Vllaznia, përmes presidentit Alban Gjaferi, ndjen detyrimin të sqarojë publikisht dhe me përgjegjësi. Vllaznia nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do jetë kurrë pjesë e asnjë marrëveshje që cënon ndershmërinë e garës. Ky klub përfaqëson një qytet me histori, traditë dhe dinjitet, dhe çdo arritje e jona ka ardhur dhe do vijë vetëm përmes punës, përkushtimit dhe meritës në fushën e lojës. Në reagim, theksohet gjithashtu se përhapja e dyshimeve pa prova dëmton jo vetëm klubet, por edhe vetë futbollin shqiptar edhe besimin e tifozëve, veçanërisht në një fazë të rëndësishme të kampionatit. Ne kuptojmë ndjeshmërinë e opinionit publik në këtë fazë të rëndësishme të kampionatit, si edhe pritshmëritë e larta, por njëkohësisht besojmë se hedhja e dyshimeve pa prova dëmton jo vetëm klubet, por gjithë futbollin shqiptar dhe besimin e tifozëve. Klubi u bën thirrje mediave, opinionit sportiv dhe institucioneve që të tregojnë maturi dhe përgjegjësi në komunikim, duke kërkuar që çdo pretendim të mbështetet në fakte dhe të trajtohet përmes rrugëve zyrtare. Ftojmë të gjithë aktorët, mediat, opinionin sportiv dhe institucionet të tregojnë maturi dhe përgjegjësi në komunikim. Çdo pretendim duhet të mbështetet në fakte dhe të trajtohet në rrugë zyrtare. Në fund, Vllaznia thekson se do të vijojë rrugën e saj me seriozitet, duke folur vetëm në fushën e lojës dhe duke respektuar parimet e lojës së ndershme. Vllaznia do vazhdojë rrugën e saj me seriozitet, duke folur në fushë dhe duke respektuar lojën e ndershme. Mbyll në deklaratën e saj zyrtare Klubi i futbollit Vllaznia.